Jeta bëhet më e bukur kur beson dhe mendon se kjo dynja është shansi i vetëm për të fituar lumturinë e përjetshme, për të fituar xhenetin. Dhe patjetër ne si besimtar, ne si musliman, jetojmë këtë dynja me adhuru të madhin Zot, me arrit kënaqësinë e Allahut të lartësuar. Jetojmë këtë dynja për të fituar atë lumturinë e përjetshme. Dhe duke jetuar në këtë formë, Zoti i gjithësisë na e mundëson që të jetojmë të lumtur në këtë jetë. Dhe Allahu subhanahu wa taala na e mundëson më pas edhe lumturinë e përjetshme në botën tjetër. Patjetër që nga ana tjetër jo besimtari do të vijë një moment ku do ta kuptoj rëndësinë e vërtet kësaj bote. Por atëherë është vonë. Dhe e përmend Zoti i gjithësisë këtë gjë në Kur'an. Kur ndonjërit prej tyre i vjen vdekja, thot: "O Zot, më kthe." Kështu kuptohet prej ajetit: "O Zot, më kthe që të veproj." Pra, do që të kthehet në dynjë. Ky shansi që ja ka dhënë Zoti i gjithësisë çdo njeriu. Por ky shans një herë t'jepet. Kjo jetë një herë t'jepet, prandaj ti që po jeton, ti që sot, elhamdulillah, ta ka mundësu Zoti i gjithësisë me jetu, atëherë shfrytëzoje. Atëherë adhuroje Allahun e lartësuar. Atëherë zbatoj urdhrat e të madhit Zot. Ruaju prej atyre gjërave që Zoti i gjithësisë ka urdhëruar që të ruhemi prej tyre. Ndalu prej haramit. Respektoj prindrit. Ruaj lidhjet farefisnore. Bëhu njeri i mirë për veten, për familjen, për shoqërinë. Kjo jetë është shans. Ta ka fali madhi Zot. Shfrytëzoje në bindjen ndaj Allahut të lartësuar. Allahu na bof prej atyre që e shfrytëzojnë këtë shans dhe na e mundësoft Zoti lumturinë e përjetshme në botën tjetër. Amin.